إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala fuqi plot. Te kajmë mbështetemi vetëm për Allahut, falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë. Dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë posti. Përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, sot me juve do të flasim rreth përgjegjësive të besimtarit në shoqëri. Allahu azza wa jall na ka krijuar neve dhe na ka udhëzuar në udhëzimin islam dhe na ka bërë neve pjesë të kësaj shoqërie ku jemi duke jetuar, ku secili prej nesh ka përgjegjësi, rol dhe detyra të ndryshme. Besimtari nuk jeton i shkëputur nga të tjerët. Ai me veprat e tij duhet të jetë model dhe shembull për të tjerët, duke u bazuar në jetën dhe veprimet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë shëmbëltyr më i mirë në fytyrë të tokës se një njeri si duhet të jetë. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: ju jeni populli më i mirë, ummeti më i mirë, i nxjerr për njerëzimin, urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga keqja. Pra, qysh në fillim shihet se çfarë roli duhet të ketë besimtari, i cili është përmirësues. Nga ky ajet, vëllezër të dashur, shohim që vlera jon nuk matet vetëm se me namaz dhe agjerim haxh, pra nuk matet vetëm se me këto obligime individuale, personale, por rolin e kemi edhe ndaj njerëzve të cilët janë rreth nesh. Andaj o vëllezër, themi që e para që duhet të ketë parasysh një besimtar është që të jetë i sjellshëm dhe të ketë përgjegjësi ndaj sjelljeve të tij. Besimtari është pasqyrë e Islamit. Morali mirë dhe morali i butë, sjelljet e buta, buzëqeshja, ndershmëria në tregti, korrektësia në punë, gjitha këto janë davet pa bisedu, pa fol. Është davet, është të thirrje në rrugën e Allahut azza wa jall me veprime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: muslimani i vërtet është ai prej gjuhës dhe dorës së të cilët janë të tjerët të sigurt. Pra, shihet se një besimtar i cili e ruan gjuhën e tij nga fjalët e këqija, nga ofendimi, nga të pavërtetat, dhe po ashtu me dorën e tij nuk i dëmton të tjerët, atëherë ky është musliman. Përderisa të tjerët janë të sigurt dhe rahat nga gjuha e tij dhe nga veprimet e tij, kjo tregon që ky njeri është besimtar, ashtu çush na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj flasim edhe për përgjegjësinë e dytë, e që është përgjegjësia e urdhrit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Ku Allahu azza wa jall mu për këtë çështje i dërgoi edhe pejgamberët si mësues. Mësuesi në shkollë
urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja. Familjari, antarët e familjes, baba, nëna dhe të tjerët, i kishëllojnë ata më të ridhe apo më të vegjëlit në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, duke u munduar që t'ia ruajnë atij moralin, edukatën dhe shëndetin ndaj kujt kanë përgjegjësi. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush prej jush e sheh një të keqe, le të largojë me dorë. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me gjuhë, me fol, me bisedu, me këshillu. E nëse nuk ka mundësi, më së paku bile me zemër, me urrejt të keqen. Andaj, sot o vëllezër të dashur, më së shumti kemi nevojë për këshilla, që ta urdhërojmë njëri tjetrin për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, sepse e keqja është bërë e lehtë për të arritur, e lehtë për të zbatuar, e lehtë për të mësuar, sepse vetëm një të futme në një faqe të internetit gjanë gjëra të ndryshme të këqija, që e dëmtojnë vetë individin e një personi, etikën, moralin e tij, apo edhe ndikojnë në shoqërinë ku jemi duke jetuar. Andaj, shoqëria nuk përmirësohet vetëm me një person, por shoqëria përmirësohet me shumë njerëz, ku përmirësimi fillon që nga vetvetja jonë, e më pas nga antarët e familjes, e më pas përmirësohet edhe shoqëria ku jemi duke jetuar. Vëllezër të dashur, përgjegjësia e tretë e besimtarit është që të jetë i drejtë dhe i ndershëm. Thot Allahu subhanahu wa taala: o ju besimtar, ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. O ju besimtar, jini të qëndrueshëm në drejtësi. Edhe nëse është kundër vetes tuaj, apo kundër prindërve, apo të afërmëve tuaj. Të vërtetën duhet ta mbrojmë me çdo kusht, edhe nëse është diçka kundër vetvetes time, duhet të pretendoj se kam gabuar. Asesi ta mbroj veten time në padrejsi, apo qoftë edhe prindërit e mi, apo të afërmit e mi. Pra, Islami në mëson se si të përmirësohet dhe si të jetë një shoqëri e shëndosh dhe e fortë dhe e drejtë. Përgjegjësia e katër, vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar të jemi të dobishëm. Dhe thot pejgamberi, thot njeriu më i dashur tek Allahu është ai i cili u sjell njerëzve më shumë dobi. Andaj nuk ka rëndësi se në çfarë forme do të përdorësh për mi ndihmu njerëzve. E rëndësishme është që të arrihet qëllimi, ndihma të arrihet tek njerëzit të cilët kanë nevojë. Qoftë ta ndihmosh një të sëmur, apo një të varfër, apo ta ushqesh një jetim, apo më së paku t'ja ledhatosh kokën e atij jetimi, apo ta largosh, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta largosh një të keqe, një pengesë nga rruga, një gurri diku në rrugë me largu, je duke udhëtuar me makinë, ta mundson Allahu azza wa jall ta fitosh sevap edhe duke vozitur. E sheh një gurri, largoja atë gurri që dikush i cili vjen pas teje, mos të dëmtohet. Edhe kjo shënohet tek Allahu azza wa jall, sikurse me pas dhënë sadaka me ndihmu dikën me para apo me ushqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që buzëqeshja ndaj besimtarit, ndaj vëllaut të tij, është sadaka tek Allahu subhanahu wa taala. Përgjegjësia tjetër, përgjegjësia e familjes në edukim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ja ayyuhalladhina, Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju besimtar, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit. Pra, ta ruajmë veten tonë nga çdo mëkat që na afron apo që na mundson të ndeshkohemi prej Allahut subhanahu wa taala. E më pas ta ruajmë edhe familjen,
se kemi përgjegjësi para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo kush prej juve është sikurse një bari dhe është përgjegjës për kopen e tij. Elusim Allahun azza wa jall të na ruaj dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tammu taslima ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salatat e selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, pika e fundit është përgjegjësia për unitet dhe bashkim. Dëgjoni se çka thot Allahu azza wa jall. Dhe kapuni që të gjithë fort pas litarit të Allahut azza wa jall dhe mos u përçani. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut azza wa jall. Cili është ai litari i Allahut azza wa jall në tokë? Litari i Allahut është libri i Allahut dhe pejgamberi, këshillat e tona që na ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ato hadithe. Kapuni fort me njëri tjetrin e mos u përçani. Kapuni që të gjithë për librin e Allahut subhanahu wa taala. Mos krijoni konflikte. Pra, na mëson Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jemi ndërmjetësues dhe pajtues mes njerëzve. Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot që po të uthirësha në të kaluarën, e ka fjalën në kohën e ignorancës, xahilietit, ku janë mbledhur pleqt e asaj kohe për të pajtuar dy fise të cilët kanë luftuar me njëri tjetër në Medinë mbi 100 vite. Mbi një shekull armiqësia e tyre ka vazhduar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ka qenë një djalosh i ri dhe nuk ka marrë pjesën në këtë pajtim. Është fjala në kohën e xahilietit, që është para islamit, para shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, dhe për në atë kohë, thot, po të isha thirrur, do t'ju kisha përgjigjur edhe sot. Që tregon për dobinë e pajtimit mes njerëzve. Aty ku shuhen konfliktet, aty ku shuhen llavrasjet, aty ku shuhen urrëtiet, aty tani më ka mundësi të filloj një hajër i ri dhe një dobi e re për atë shoqëri dhe për atë vend. Andaj o vëllezër të dashur besimtar, çdo besimtar duhet mi marrë këto përgjegjësi mbi supët e tij. Janë përgjegjësi që nuk mundemi mi ik. Janë përgjegjësi që na ka detyruar dhe na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. E përderisa na ka ngarkuar Allahu azza wa jall, ne duhet që t'i përgjigjemi këtyre përgjegjësive. Sepse kjo nuk është të barë vetëm, jo, por është të nder për besimtarin që të mirët me këto përgjegjësi. Është shpërblim i madh prej Allahut azza wa jall që u dedikohet këtyre besimtarve të cilët i marrin këto përgjegjësi. Andaj, vëllezër të dashur, të jemi të dobishëm për shoqërinë tonë, për popullin tonë, për vendin tonë dhe për mbar botën ku jemi duke jetuar, se dhe ashtu të Allahu azza wa jalla quajti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra je dërguar ti o Muhammed rahmet, mëshirë për mbar njerëzimin, për mbar botën. Elusim Allahun azza wa jalla na udhëzoj në rrugën e drejtë, elusim Allahun të na falë mëkatet, elusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë të dobishëm kudo që të jemi. Andaj, e u përkujtoj o vëllezër me këto përgjegjësi sot, ku çdo njeri, çdo besimtar duhet ta përkujtoj veten me këto gjëra. Dhe besimtari më i mirë dhe adhëtari më i mirë i këtij populli, ai i cili e shërben këtë popull, edhe nuk bën mashtrime dhe nuk e mashtron, nuk e gënjen njëri tjetrin, nuk e vjedh
njëri tjetrin, nuk e mashtrojnë njëri tjetrin. Nuk është çështja që njerëzit të lavdërohen me adhetarizëm, ndoshta të rrejshme e këndej me veprime, të veproj që nuk i kanë hije një adhetari. Andaj, Islami na mëson që të jemi adhetar me vepra, të jemi besimtar me vepra, të jemi të dobishëm me vepra, jo vetëm me parulla, të thirremi në adhetarizëm, e kurse të veprojmë veprime për të cilat çdo njeri do të përgjigjet para madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Allah na uzoft, Allah na i falt, Allah na ruajt, Allah ruajt popullin ton, vendin ton. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të shëroj çdo të sëmur, të mëshiroj të vdekurit ton, t'i laj borxhet tona, dhe të ndihmoj muslimanëve kudo që t'jenë nëpër botë. Amin e amin. Aqimus salah, inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.